Mbrëm rreth orës 20:15 në stacionin policor në Tearc, 36 vjeçari me iniciale BO nga fshati Dobrosht ka denoncuar se rreth orës 20:10 në trotuarin përgjatë rrugës rajonale në fshatin Dobrosht është sulmuar nga personi HS, po merren masa për zbardhjen e rastit. Deri rreth orës 14:40 në stacionin policor në Gostivar, personi me iniciale AA ka denoncuar se dy persona të tjerë me iniciale FA dhe SA i kanë dëmtuar rrethojat e shtëpisë, po merren masa për zbardhjen e rastit. Mbrëm rreth orës 23:35, personi me iniciale AC ka denoncuar se në rrugën VS Bato në Tetov, në një ordinancë private, është prishur rendi dhe qetësia publike. Pjesëtarët e policisë kanë dalur në vendngjarje dhe kanë takuar personin me iniciale BT 44 vjeç nga Tetova, i cili ka pasur lëndime trupore, të cilat janë konstatuar në Spitalin Klinik të Tetovës, po merren masa për zbardhjen e rastit. Në orët e hershme të mëngjesit të ditës së sotme, një 32 vjeçare me iniciale EM nga Gostivari ka denoncuar se në rrugën Mladen Gruevski, në afërsi të një objekti hotelerik, është sulmuar fizikisht nga LB nga Shqipëria, po merren masa për zbardhjen e rastit. Deri rreth orës 18 në sektorin për punë të brendshme në Tetov, nga ana e Spitalit Klinik të Tetovës, është denoncuar se tek ata është sjell 41 vjeçaria me iniciale EH nga fshati Siniçan, e cila sipas denoncimit lëndime trupore i ka marrë në një rrugë malore pasi që është sulmuar nga një ari.